Sot do të flasim për një sure vërtet të veçantë. Ndoshta një nga më të shkurtrat, por padyshim një nga më të fuqishmet në të gjithë Kuranin. Po flasim për suren El Ikhlas, e cila në thelb është një përgjigje e përjetshme për një pyetje shumë të rëndësishme. Pra, nga lindi gjithë kjo. E po, gjithçka nis me një pyetje. Një pyetje fare e thjeshtë por thelbësore që ju bë profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, atje në Mekë. Imagjinoni pak situatën. Ai po i ftonte njerëzit te ideja e një Zoti të vetëm dhe natyrshëm dikush e pyeti: "Mirë, po na e përshkruaj pak të Zotin tënd." Dhe përgjigja nuk ishte ndonjë libër i tërë filozofik apo ndonjë shpjegim i komplikuar. As pak. Përgjigja erdhi si një shpallje hynore, e drejtë për drejtë, vetëm 4 vargje. Por çfarë vargjesh? Të fuqishme, të qarta, që shkojnë direkt në thelb të çështjes. Atëherë, le t'i hedhim një sy kësaj përgjigjeje të përjetshme. Kjo është sureja El Ikhlas, emri së cilës përkshtet pastërtia ose sinqeriteti i besimit. Një emër që thot shumë apo jo? Ja pra, vetëm këto 4 vargje, dëgjoni sa të plota janë. Thuaj, ai është Allahu, 1. Allahu është i përjetshmi, që nuk ka nevojë për askënd. Ai nuk lind dhe nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë me të. Kjo është i gjitha. Një deklaratë përfundimtare e prerë që nuk lëvën për dyshime. Dhe tani, diçka që është vërtet e mahnitshme. Për të kuptuar peshën e kësaj sureje kaq të shkurtër, profeti, paqja qoftë mbi të, na ka mësuar se të lexosh këtë sure është njësoj si të kesh lexuar 1/3 e të gjithë Kuranit. Po, 1/3. Kjo të bën të mendosh apo jo? Si ka mundësi? E pra, pikërisht kjo na çon te pyetja tjetër. Pse? Pse kjo sure ka kaq shumë vlerë? Përgjigja është se ajo prek direkt zemrën, thelbin e besimit islam. Ajo u shpal pikërisht për të vendosur një herë mirë themelet e këtij besimi dhe për t'i dhënë fund çdo keq kuptimi. Dhe cili është ky thelb? Është një fjalë, një koncept, teuhid, domethënë njësimi i Allahut. Ideja që Zoti është absolutisht një, unik, i pandashëm. Ky është themeli mbi të cilin ndërtohet gjithçka tjetër në Islam. Pra, kjo sure ka disa qëllime shumë të qarta. Së pari, të sqarojë një herë mirë se kush është Allahu. Së dyti, të hedh poshtë çdo formë shirku, pra çdo lloj ideje që Zotit mund t'i shoqërohet dikush apo diçka tjetër. Gjithashtu, të korrigjojë besimet e gabuara, si për shembull, ideja se Zoti mund të ketë fëmijë. Ishte një përgjigje direkte për besimet e kohës, por që mbetet po aq e rëndësishme edhe sot. Dhe këtu bëhet edhe më interesante. Mund të pyesni, ç'lidhje ka një tekst kaq i lashtë me ditët tona? E po, ka një lidhje shumë direkte, sidomos kur mendojmë për periudhën e vitit të ri. Le ta mendojmë pak. Kalendari që përdorim ne, kalendari gregorian. Ai që shënon fillimin e vitit të ri, e gjithë pika e tij e referencës, historikisht, është lindja e Isait apo Jezusit, paqja qoftë mbi të. Dhe pikërisht këtu shohim përballjen e dy koncepteve. Nga njëra anë, kemi perspektivën tradicionale të krishterimit që flet për birin e Zotit, dhe nga ana tjetër, kemi përgjigjen e prerë absolute të Kuranit tek surja El Ikhlas. Ai nuk lind dhe nuk është i lindur. Pra, kjo sure është tamam përgjigja e drejtpërdrejtë islame ndaj çdo ideje që i jep Zotit atribute njerëzore si të pasurit fëmijë. Pra, çdo herë që një vit mbyllet dhe një tjetër fillon, çdo herë që kthejmë një flet të kalendarit, kjo sure na fton të ndalemi pak, të reflektojmë jo vetëm për kohën që kalon, por për atë që nuk kalon kurrë, për atë që është e përjetshme. Mesazhi këtu është i thellë, nuk është thjesht çështje ndërrimi vitesh, është një ftesë për të pastruar besimin, për të rikthyer te thelbi, te parimi i palkundur i njësisë absolute të Allahut. Një lloj ristartimi shpirtëror, le të themi. Është një kujtesë shumë e fuqishme. Ne numërojmë ditët, muajt, vitet, jeta jon matet me kohë, ka një fillim dhe një fund. Por Allahu është përtej kohës, ai është i përjetshëm, i pandryshueshëm. Ndërsa çdo gjë rreth nesh dhe brenda nesh ndryshon, ai mbetet konstant. Edhe kështu, kjo na lë me një mendim final, një pyetje për të marrë me vete në çdo fillim të ri. Ndërkohë që koha ndryshon, vitet ndryshojnë, bota rreth nesh është në një fluks të vazhdueshëm, Allahu mbetet një, i pandryshueshëm, i përjetshëm. Pyetja është, çfarë do të thotë realisht për secilin prej nesh ta ankorojmë besimin ton tek e vetmja gjë që nuk ndryshon kurrë?